Në kuadër të 35 vjetorit të hapjes së xhamisë së Plumbit, që lidhet me rikthimin e lirisë së besimit shpirtëror në Shqipëri, në këtë monument historik të Shkodrës, u zhvillua një aktivitet i veçantë me pjesëmarrjen e dy figurave të njohura të artit fetar, Hafiz Zegzoni Ibrahimi nga Kosova dhe ilahisti Muhamet Tarik nga Egjipti, të cilët përcollën një atmosferë shpirtërore dhe e frymëzimi. Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, theksoi se kjo veprimtari është pjesë e aktiviteteve që Muftinia e Shkodrës po zhvillon për të kujtuar ngjarjen e madhe të rikthimit të besimit të lirë në vend. Është një ditë shumë e bukur edhe si rrezet e diellit që e kanë zbukuruar këtë tablo. Sot na kanë ndëruar me vizitën edhe praninë e tyre në qytetin tonë, edhe në xhamin e Plumit, dy ndër zonat më të afirmuar të botës islame, me famë botnore. Ky vit është vit jubilar për Muftininë e Shkodrës, edhe gjatë të gjithë vitit kemi pas aktivitete të bollshme dhe të larmishme në shumë drejtime. Edhe kështu do të vazhdojnë deri në datën 16 nënor me takime, me konferenca, me ligjërime, me mesazhe. Ndërsa Hafiz Zegzoni Ibrahimi ndau emocionet e tij për vizitën në xhamin e Plumbit, duke cilësuar atë si një vend të shenjtë që simbolizon qëndrueshmërinë e besimit dhe trashëgiminë shpirtërore të Shkodrës. Duke ditur rëndësinë e madhe që kjo xhami, edhe ne nga Kosova dhe përgjithësi shqiptarët që janë botë, e dim dhe është e njohur kjo xhami për neve sepse ne kemi parë videon kur është hapur kjo xhami, edhe pse i vogël on mosh mirë, po Shqipëria ka pas një ndalesë besimit, qofaj besimit islam apo krishter. Dhe kam dashur që kjo xhami të shihet në botën mbar. Ky aktivitet do të pasohet nga të tjera për gjatë ditëve në vazhdim.